Zia jetën, së katra këti episodi do jetë ardhja e Kanye West me datë 11 korrik dhe këtë e morëm vesh nga kryeministri i dashur që mbaron të postoj pjesë nga showbizi. Më pas kemi temën kryesore, Monika Kremandi, e shkreta që harron ku e ka shtëpi, cila shtëpia vet ku e ka blesi e kalon e se di se ku e ka. Pastaj vijojmë me ginekologen, çfarë na bën mirë në përshëndetjen tonë, të flejmë pa brek thon. Ne kishte një lajm që unë mora vesh gjatë kohës isha një drek familjare me të shtëpisë. Dhe më pas kush është? Kjo është edhe ardhja dhe prurja re Partisë Demokratike. Njërisi ndryshe nga Partia Socialiste. Këta tashmë do respektojnë të vdekurit, se me të gjallët kanë mbaruar punë. Dhe ja pra ta nisim me temën kryesore, atë cirkun e radhës për ne shqiptarët që na devijoi nga gjërat që duhet flasim dhe diskutojmë në të vërtetë. Kush është? Kanye West, me datë 11 organizon Yay koncert. Shqipëria pranon dhe hap krahët Kanye West. Sigurisht që Europa ja ka ndaluar koncertën, varësisht pikpamjeve të tij politike etj, por neve si shqiptarë që jemi, mbahemi që të përqafojmë delën e zezë. Në këtë rast, jo vetëm figuratikisht. Plot 40 milion euro do duhen për realizimin e këtij stadiumi të përkohshëm. Pa po flasim për një Shqipëri kaq të varfër, ku njerëzit po vuajnë, sot e kësaj dite pensionistat marrin radh për të marrë një abonet të qelbur. Sepse kryeministri i dashur, gjatë kohës që shoh ato statuset e veta të Facebookut, e të bëjë si showbiz, na bëhet si janë ndaleja, në vend që të merret me këto zgjedhjen e tash, ti shpiki një program të thjeshtë këtyre prindërve tanë, që të kenë mundësi me një barkod, me një skanim, të kenë abone në shtëpi pa pasur nevoja që t'ju lirohet nëna gjithë jetën e tyre edhe në 2026 për të hyrë në një fucking autobus. 120 milion euro mendohet që do jetë fitimi nga Kanye West. U po flasim drejt për drejt edhe nga biletat, u po flasim për hotelerinë dhe bizneset, makinat me qera, njerëz që do vinë etj. Mbase do jetë një gjë shumë e mirë për Shqipërinë. Mbase sigurisht që ne po e hapim portat për botën dhe për Europën. Por ajo që më vjen shumë keq është që ne kemi nevojë për disa zgjidhje më të rëndësishme. Duke filluar nga spitalet, duke filluar nga pensionistat, duke filluar nga jeta dhe siguria e fëmijëve tonë në shkolla dhe mbi të gjitha, duke filluar nga futja dhe arrestimi i këtyre kolerave që nuk u ngopën duke na vjedhur. Tani e ka radhën Monika Kremandi. Kam thënë dua të marr një shtëpi, kam shkuar e kam parë shtëpinë në qershor, korrik dhe në shtator e kam anulluar. Dhe prokuroria thotë që ky është një korrupsion. Çfarë është? Në fakt është un kam bler një shtëpi të cilën e kam ke Kodradjellit. Pra është si puna asaj që ti shkon në një dyqan, provon një fustan, provon disa fustane, nuk i merr gjitha, merr vetëm njërin. Po kemi një jetë, kemi një jetë që punojmë, bojmë, kaptuar shko atje, marrim unë ti gjithë. E mezi flasim për një fustan. Edhe po na thirrin spaku do na thrasin për një palbrek. Kjo është shkreta, i bin qaf për e kësaj shkretës. Jo me shtëpiat, jo me rropat, jo me makinat, jo me çanta 12.000 euro që se di se kam bler për kushuri. Keni bler 12.000 euro, se janë Kremandi. Po, unë kam bler një çantë dhe një peliçe për kushuririn, për gruan e kushuririt tim. Vetëm kjo është shkreta më të me burrin e vet, asë pesi i kishim boda të shkretin, se pash komentet e njerëzve, likja shkret, pas ka ndodhur o i shkreti ti. Si pas ke përfunduar kështuore. Vetëm Monika u zbukuru mos i futën këtë burg. Vetëm Monika u bërë me kjo muhabet. Gjithsesi Monika mos harrojmë ka thonë dhe këtë tjetrën. Nuk më rruhet fare as për burgun dhe as për statin. Kështu tha dhe Likja. E mani men si tha Likja? Dhe po i them tani dumdumanit. Po pse o Palacio ka frikë limeta nga burgu jut? Po limeta nga burgu do ta shpërbëj. Mrena, këtu po ti, e pesë borë nga makina, e futën mrena. Prandaj o mone, mos e duke po kështu nga këto, mos e merr personale, ma e mirë siç e kishe, këtë me të homël me të qesh, mos e tu hangër shumë se jetë e kryt shumë lali. Fakti që dolën Big Brother na bën opinionistën, nuk do me thonë që pa dashur prokurorët do harrojnë se çka zullumesh keni bërë juve të dy bashkë, ti me të shoq 36 vjet e dashur. Jeni bërë Shqipërinë e bërë Shqipërinë si oqeani i Titanikut dhe juve ishte Titaniku. Po harruat vallë që Titaniku përplas me icebergun, edhe ku përplas u përmbyt e dashur. Prandaj rrini më mirë me ato varkat e vogla me dur, mundohet mbijetosh, mos i jem shumë se do të shkosh për. Tani vjen radhi ginekologes, asaj që neve do na japim këshilla për shëndet, se mos e gratë një.
Komandojt për shembull natën t'i lësh të flenë vetëm me mbathje edhe sa më lirshëm, që trupi të jetë në aerosje. Okay. Edhe pa mbathje fare nëse është mundësia, nëse ka dhomën e vet edhe. Moj motër. Sa bukur që e the moj motër, po. Se i mësuar tani hap televizorin me familjen edhe dëgjoj muhabete, flim pa brek, thot ginekologja, thot, se na bën mirë për shëndetin. Nuk e kam problemin ore, se do të turprohet familja. Se neve kemi parë dhe përputhet bashkë me familjen, a kupton? Që atëre s'pëmbajmë do të gjyshen më, na do gjyshat bëj tanga, a kupton, do të provoj dhe ajo tjetë vajzë e re tani. Ka filluar bën dhe gjysha rolin e feministes. Nuk është emancipivi i grave. Problemi është në të martuarit. Kjo lakurisia juaj shton edhe popullsinore, ndikon fuqishëm në ekonominore. Ku kemi lek në mbajmë sot kalamaj? Jeni në Terezi, keni pasë sa e vështirë është bërë sot jetosh. Sot vetëm me iPada, me telefona, vetëm me buk, vetëm me një shport që të blesh atje 2 qese, atje i kën 50 që i 100. Imaginon të thin dhe pa brek tani. Dashuria, po si bje dhe popull e shqiptari, mi popull të zjatë, popull na vjen nga flaka nga brenda, në dimër dhe në verë, jo më të flenë dhe pa brek. Unë mendoj të fusim një lish tjetër, një regull tjetër, se shëndeti nuk ka rëndësi për një herë, e shëndeti është personale. Në da që ha karamele, në da që ha mish, në da që ha qdo gjë, do rosh sa ta ka shkruar i madhi zë. Na do të vendosim një lish vetëm sa brek hekri kur them gjumë darke. Pusim dhe një kyç, një barkod, një kështu ta bëjmë që mos ketë mundësi ta hapi njëri, sepse nuk kena mundësi. Është e pa mundësishme më. Prandaj më mirë jetojmë më pak dhe jetojmë sakt, se sa të jetojmë më gjatë, me nga 10 kalamaj e të mbaruar për bukë. Dhe tani erdhi tema shumë pritur nga ana ime, se po mbarosha që disha këtu në vend. Meriemja, kandidatja e re Partisë Demokratike, Rushi Sali Berishës, Pjeçka e Sali Berishës. Kjo tashmë nuk do mendoj vetëm për të gjallën, dhe për të vdekurit do t'i respektoj, tha. Se ka nevojë dhe për ata. Kjo Sali Berisha nuk e kuptoj. E kanë nda me një ndaku që e kanë ta mbaj pushtetin ato dhe forme, të shtoj gjithë budallit e mundshëm që vetëm Rama të fitoj. Nuk më duket ndonjëherë, më duket si habilla, më duket sikur Berisha ti punoj për Ramën, a kupton? Se si më duket se fut bashën, këto që janë të hari për shkakun si Silnjani e këto Silnjani si e ka emrin se harroj atë shkretit, ta që si më të aftë, këta Berisha i shtyn i shkel me këmbë. Edhe fut këto dhe kandidatësh, a kupton? Fut këta si të çmendur. Po neve të çmendur e kemi atë piktorin, a kupton? Atë që na fton Kanye Westit. Ti as do të poshe çik opozit. Po më duket se si opozitar që je, më duket sikur ke pak pozit. Jam Sali Berisha unë. O budallaj. Gjithsesi, këto ishin temat e ditës. E nisëm me Kanye West nga statusi i zotit Rama, e vazhduam me Monika Kryemadhin, sigurisht që Mona nuk i mban mend shtëpitë e saj. Vazhduam me këshillat e ginekologes së pamshme dhe se si dëmton shëndetin ekonomik, dhe gjithashtu e mbyllëm me risinë e re të Partisë Demokratike, që sigurisht që këtyne nuk ju plas as për gjallë as për të vdek, po bëjnë lëra politike se si ta mbajnë në këtë presion dhe në këtë trysni dhe në këtë terror jetësor që kemi tash 36 vjet që jetojmë të gjithë. Halli im nuk është halli juaj. Halli juaj është halli im. Faleminderit.